Mund t'jetë një burr i bukur, mund t'jetë një grua shumë e bukur. Mirë, po nëse nuk e ka këtë bukuri në shërbim të adhurimit, së shpejti vëllai në 2 ditë, masi që të varroset që lavorën, e shë që lidhje me atë bukuri s'ka pas më. Veç në varë, përna ditën e gjykimit atë, përna dënimin atë. Ku është bukuria? Prandaj bukuria reale është bukuria e shpirtit. Vallai bukuria reale është bukuria e moralit, e zemrës, e vlerave, e besimit. Çto bukuria atë? Çto bukuria? Pasuria reale është pasuria e zemrës. I pasur është ai që ka vlera, ka moral, ka nder. Çfarë është i pasur? Ndërsa ai që ka vetë shifra numerike, po s'ka nder, s'ka fytyrë, s'ka karakter, çka i duhet ai numër? Po në botën e materializmit sa që njerëz mendojnë shkurt, ai merren si më pas, ani. Ti më na ç'shtop. E po na shikojmë për te kësaj, na shikojmë për te bukurisë formale, ne shikojmë për te joshes formale, për te kësaj na shikojmë. Që kjo është largpamësia e besimtarit. Largpamësia e besimtarit është me shiku për te, çka për te kësaj? Çka ka, ani çka bukuri, po për te kësaj çka ka? Valla dënim, atëherë është e bukur. Andaj edhe çfarë do pamje e bukur që mund ta rrëmben synin, mund ta rrëmben vëmendjen. Ki kujdes, është formale, është sipërfaqësore. Çka pasoj, çka dënimi i Allahut, hidrimi i Allahut xhallahu. Atëherë shikimin. Largohu, s'ja vlen. Andaj feja na mëson me shiku për te formalitetit, për te të pamjes parë. Çka për te kësaj? Ç'kjo është? Ja vlen. Çka për te kësaj? S'ja vlen. Largohu ato.